Pronarët e lokaleve rreth qendrës historike tregojnë se mas renovimit të sheshit të Shëndarvanit, pazari ditor ju ka trefishu. Aktualisht Prizreni është qytet sezonal. Është qytet sezonal, si Ulqini, verës që funksionon. Kur të kryet sezona, qyteti bjen në gjendje letargjie dhe besoni shumë biznese, kryesisht ato të vogla kanë vështërsia që ratë me i pagu edhe pagat e punëtorëve. Pra, duhet një ide vizionare se si mund të bëjmë qytetin ton aktiv edhe në muaj të tjera, edhe në ditë të tjera. Prandaj, jemi për një Prizren 365 ditë. Çka do të bëjmë këtu? Do të bëjmë një kalendar të aktiviteteve që do të ketë shtrire gjatë gjithë vitit. Kjo është zotimi jonë. Do të përmes konsultimeve me organizatat jo qeveritare, me organizatat kulturore, besa ka pak, duhet pak mi u tregu vendin që me thonë, këqyre se kemi edhe ditë tjera, nuk o brekejt vera, mrena 10 ditë, 20 festivale mu majtë në Prizren. Ose 20 aktivitetet tjera. Pse përshfrytëzojnë mundësin që mërgata po vjen. Shumë mirë Prizreni po lullëzon, po gjallëron. Po na duhet me bëjë diçka edhe për stimet tjera të vitit dhe ta ngjallim qytetin tonë. Do të organizohemi që ta kemi edhe një qendër të panajireve, sepse bizneset tona, shumë të suksesshme, prodhues të jashtëzakonshëm kanë nevojë që të shkojnë tash në nivel tjetër të veprimtarisë, të ajo të promovimit të produkteve të tyre, të artizanateve që i bëjnë ata, duke krijuar lidhje edhe me biznese rajonale, e që Prizreni e ka këtë mundësi, sepse është një nga qendrat më të mëdha prodhuese artizanale e biznesore në përveç në Kosovë edhe në rajon, por ka shumë projekte të mira për biznes, po mënoj për turizëm dhe biznes, por nuk po mëjmë me këtë kohë mi. Është interesante se programin e vetë për 4 vjeçaren e arshëm e bazon në kritika ndaj asaj që ka ndodhur deri më tani, kurse Prizreni është një qytet që në 4 vitet e kaluara ka përjetuar një ekspansion të turizmit. Ata që kanë qenë eventualisht djerë në Prizren e kanë po në Shëndarvan sa ka qenë numri i madh i vizitorëve. Në veç një indikator për jap, pronarët e lokaleve rreth qendrës historike tregojnë se mas renovimit të sheshit të Shëndarvanit, pazari ditor ju ka trefishu. Domethënë që ka qenë një investim serioz i mençëm edhe me vend. Përndryshe kemi një rritje të vazhdueshme të numrit të turistëve, edhe ajo ka ardhur si rezultat i vlerave të trashëguara kulturore dhe historike të Prizrenit, po njëkohësisht dhe qeverisja lokale ka dhënë kontributin e vet përmes investimeve, edhe përmes përkrahjes së festivaleve, po edhe përmes përkrahjes së sportit. Për shembull, ne jemi antarësu në Asociacionin Evropian të Festivaleve. Që ku është? Memorandumi i bashkëpunimit, edhe aty komunikojmë këmbemi ide. Ne jemi shpallë qyteti Evropian i sportit për vitin 2026. Numri i turistëve është vazhdimisht në rritje. I kemi diku 10-12 festivale, të cilat i pari fillon diku në prill-maj, kurse i fundit është në gusht. Ideja është që të kemi edhe një festival tjetër vitin e ardhshëm do të realizohet, Jazz Festivali i Prizrenit. Janë disa festivalet shumë suksesshme, po ja fillojnë nga Dokufesti si festivali më i vjetër, pastaj po kaloi te festivali ndërkombëtar i teatrove, festivali rock muzikës, Zambaku i Prizrenit, kontributi i shoqërisë kulturore artistike Agimi, festivali për fëmijë Flutrat, edhe shumë festivale tjera. Do të kemi edhe Jazz Festivalin e Prizrenit. 30 sekonda. E kemi edhe disa projekte infoqendra digjitale për turizëm, zona e kampingut është një projekt që do të realizohet te ura e Ralinit, shtigje të reja për bicikleta, zhvillimi i fshatnave turistike, koncepte të cilat ekzistojnë si ide, po du me pas parasysh faktin se buxheti nuk lejon që gjitha këto të realizohen me një periudhë të shkurtër kohore, sepse ka dhe projekte tjera të cilave duhet të caktohet një prioritet, por do të kemi definitivisht një rritje të ofertës turistike, edhe punojmë për të kriju kushte për investime në hoteleri. 2 sekonda. Në hoteleri, sepse rritja e numrit të turistëve kërkon objekte hoteliere. Kalojmë te tema tjetër, trashëgimia kulturore dhe kultura. Regjia, duke pas parasysh që Prizreni është një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, e kemi si temë të ndarë. Totaj? Po, kompetencat ligjore për investim në trashëgimi kulturore ma shumë i takojnë qeverisë qendrore. Edhe këtu duhet me dhënë një kompliment se qeveria qendrore ka bën një punë aty. Edhe në anën tjetër, edhe komuna Prizrenit duke investuar në Shëndarvan kryesisht, duke renovuar rrugën Marinbarleti, duke renovuar komplet Shëndarvanin, duke e ndërtuar infrastrukturën nëntoksore, duke i fut kabllot të rrymës nën tokë, përveç Shëndarvanit edhe rruga Shuaib Spahiu, edhe rruga Marinbarleti, dhe tash rruga aty ka qendra e Dokufestit, domethënë kanë marrë një pamje tjetër, edhe kjo është atraktive për vizitor, për turist,
Në anën tjetër kemi, masi që është trashëgimi kulturore, po flasim pak edhe për shtëpinë e kulturës. Edhe për kulturës. Që kemi renovu shtëpinë e kulturës komplet,